Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin e radhës në emisionin Bord. Njën nga ngjarjet më të rëndësishme në historikun e kombit shqiptar është padyshim Kongresi i Drejtshkrimit, i cili u mbajt në nëntor të vitit 1972 dhe u unifikua një gjuhë e kombit shqiptar apo e popullit shqiptar për të diskutuar lidhur me rëndësinë e kësaj ngjarje historike, kulturore dhe shoqërore. Kemi të ftuar profesor Dr. Shkëlqim Millakun, gjuhëtar. Përshëndetje profesor, faleminderit që keni gjetur kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përzamirësisht i falenderoj për ftesën, për kohën që keni ndarë për të diskutuar për një temë tepër të rëndësishme, ashtu siç e thatë edhe ju, për shoqërinë dhe për kombin shqiptar. Një nga elementet bazë të një kombi padyshim është gjuha. Padyshim. Identitet kombëtar, i cili nuk duhet të lënë anësh, edhe duhet të diskutohet, trajtohet, kultivohet për brezat e ashëm. Me 20 nëntor 1972 filloi punimet Kongresi i Drejtshkrimit, përkatësisht 53 vite më parë. Cila është rëndësia e këtij kongresi, më shumë se një shekull që ka kalu tani? Edhe herë faleminderit shumë për ftesën, për kohën dhe faleminderit shumë që më keni menduar të jem unë pjesë e bashkëbisedimit me ju. Sinqerisht dhe përzemërsisht jam i njohës, sepse më të vërtetë këto tema do duhet të diskutohen, do duhet të zhvillohen, do duhet të kenë takime të ndryshme, debate të ndryshme, se më të vërtetë shoqëria jonë, kombi jonë, populli shqiptar gjithandej kudo që është, në përgjithë etapat e saj historike ka qenë dhe mbetet njëri prej popujve më të lashtë në Evropë, njëri prej popujve që diti të rezistoj, diti të vetmbrohet dhe më në fund arriti ta kurrizoj edhe alfabetin e gjuhës, arriti ta kurrizoj edhe drejtshkrimin e saj. Me këto dy vite, 1908-1972, janë dy vitet më të rëndësishme të shoqërisë dhe të identitetit të kombit shqiptar. Pa dyshim që kemi edhe vitet e tjera të cilat janë edhe të shpalljes së pavarësisë apo të shpalljeve të pavarësisë, apo ndoshta në të ardhmen edhe të unifikimit të kombit për një gjuhë ashtu siç ka qenë një gjuhë një komb. Këto dy vitet, 1908 dhe 1972, i dhanë letërnjoftimin kombëtar shoqërisë tonë se më të vërtetë gjuha shqipe, siç ne tash po e quajmë në këtë periudhën moderne që është gjelës i gjuhëve indo-europiane, ashtu siç po thonë studiosit serioz, qofshin anglez apo anglo-amerikan, gjerman e kështu me radhë, ne arritëm tashmë ta unifikojmë, ta standardizojmë dhe ta bëjmë një gjuhë të unifikueshme për gjithë shqiptarët, qofshin brenda trojeve shqiptare, qofshin jashtë trojeve të tyre kudo që jetojnë. Gjuha një nga elementet më të rëndësishme të një kombi. Sa është element censor në jetësimin, në jetën e një kombi, dhe të cilin ekziston. Pasi dyshim është fillimi i komunikimeve në secili popull. Ne dimi që kemi mbi 5.000 gjuhë të standardizuar në botë. Secila gjuhë dhe secili popull i ka specifikat e veta shoqërore dhe identifikuese. Populli shqiptar si popull i lashtë dhe autokton përjetoi shumë momente të vështira dhe momente tepër sfiduese për të ardhur deri te momenti për të përdorur gjuhën e tyre, qoftë në shkrim apo në komunikim. Mirëpo, paralelisht kishim edhe sfida tepër të mëdha për të asimiluar shoqërinë tonë, të cilat sfida më të vërtetë i sfidoi dhe e kodoi, e shpëtoi, po them më mirë, gjuha saj. Populli më së miri e ka ditur të ruajë frymën e vet, kombin e vet përmes gjuhës së tyre. Ne për fat të keq nuk kemi pasur ndonjë mbretëri e cila na ka ruajtur, nuk kemi pasur ndonjë forcë të madhe e cila na ka mbrojtur nga qëllimet e caktuara, të shërbimet të caktuara, por e patëm fatin që gjuhën e patëm që dallojke për gjuhëve gjermanike, dallojke për gjuhëve të cilat ishin të rrethuara, dallojke për gjuhëve që erdhën popujt slav në shekullin 7 mendohet deri te shekulli 10 dhe komunikimet pastaj ndërmjet kësaj shoqërie kishin dallimet mes tyre. Identifikimi, komunikimi, struktura,
ideja, fjalët, konceptet, kultura, veshja, tradita e të tjera, të gjitha ishin dhe mbeten ato që pasqyruan dhe e identifikuan që populli shqiptar është popull i lashtë, popull autokton, popull me vlerë dhe padyshim që e kanë merituar ta kenë gjuhën e vet, ta kenë alfabetin e vet, po pse jo një ditë mos mendojnë që kjo gjuhë që është gjuhë tashmë po e quaj më e vjetra në Evropë, që është qelsi i gjuhëve indoeuropiane, që të mos gëzohet të drejta kudo që përdoret, edhe në përshembull Bujanavca më të vegjël, që sot padrejtisht ndaj atyre po bëhet në Maqedoninë Veriore, të cilët sot e kemi në kontekst se si po përdoret gjuha shqipe, në Maltezi gjithashtu, dhe po e harrojmë krejtësisht pjesën e Çamberisë që i kemi mbi 600 fshatra shqiptare të cilët krejtësisht janë të asimiluar. Dikur ky territor tashmë për cilin po flasin dhe flitet shqipja, dikur krejtësisht ishte shqipe. Me qëllimet e caktuara slave, synuan asimilimin e trojave shqiptare, synuan asimilimin e gjuhës dhe e kemi ende sfidat e hapura, jo vetëm për ta mbrojtur gjuhën, por edhe për të mbrojtur identitetin e tyre. Një sfidë radhës që ne do ta kemi paralelisht, jo vetëm për gjuhën, por edhe për shoqërinë, kemi edhe shoqërinë e diasporë, të cilët gjithandej janë duke e dhënë kontributin e tyre në rrujtjen dhe në kultivimin e gjuhës shqipe. Nëse shohim historinë e re të kombit shqiptar, padyshim është një histori edhe gjuhës. Rrugtimi i saj është paralel me zhvillimet e saj, e kemi të fillimi i shekullit 20, lëvizjet e rilindjes kombëtare, pastaj kongresin e monastirit, evolimi në aspektin kulturor edhe unifikimi apo kongresi i drejtshkrimit. Si e keni po, apo si ka shkuar kjo paralele, ka shi njëra tjetrës mes kombit edhe gjuhës? Fati i ynë ishte dhe mbetet tek argumentimi apo dokumentimi i parë i Shqipës. Ne atje kishim një kulturë të cilën e dhanë iluministët apo shkrimtarët e vjetër, që Bozuku, Budi, Bogdani kështu me radhë. Mbeti një pushim, po e quaj një pauzë disa vjeçare, deri te rilindja kombëtare. Te rilindja kombëtare me këngët e Milosas, me Erinim Deradën, fillojnë hapat e parë prapë të shkrimeve të Shqipës. Dhe nga këtu bën hapat e parë edhe për alfabetin e Shqipës, por edhe tentimin për të përdorur alfabetin kryesisht dhe shkrimet shqipe. Kalimi i kohës bëri hapat e vet dhe ne erdhëm tek pjesa e unifikimit apo të kodifikimit të alfabetit. Tani këtu jemi në një fazë ku është menduar fillimisht që ta kemi, siç e dihet tashmë publike, e arritëm në 1908 ta kemi alfabetin e Shqipës dhe u mendu për ta pasur edhe një drejtshkrim të Shqipës. Mirë, po deri tani nuk kemi pasur mundësi dhe nuk kemi pasur hapësirë dhe kushte sociopolitike që të bëhen takime kolegjiale për ta standardizuar gjuhën. Takimet e para që bën në Komisinë Letrar Shqipe të Shkodrës dhe ai bëhet në vitin 1916-1917. Dhe aty në këtë Komisi Letrare të Shkodrës e drejton Gjergj Pikmezi. Dhe këtu është edhe Lojzh Grakuqi, janë Aleksandr Çevani, janë edhe shumë të tjerë të cilët i kemi menduar t'i japim edhe në këtë pjesë të bisedës, Fishta, pastaj janë edhe studiues të huaj Maksimian Lamberti e të tjerë, të cilët e dhanë një propozim për ta pasur një ortografi të Shqipës. Ata bën një punë një vjeçare. Pasi që mbaruan këtë punë një vjeçare, pothuajse edhe vetë mbreti Zak më vonë i pranon propozimet e tyre. Por edhe vetë shkodranët më vonë nuk e pranuan sepse ky propozim i ortografisë nuk ishte krejtësisht i kompletuar. Pra, nuk ishte i gjithë përfshirjen e Shqipës standarde. Nuk i kishte rregullat që ishin të parapara për gjithë Shqipën standarde. Nuk ishte i standardizuar deri në fund me gjitha parimet e sistemit emëror dhe sistemit folor. Intelektualët, siç thash, edhe të Shkodrës, edhe vetë përfaqësuesit të tyre nuk e pranuan si të mirëqen dhe në një formë u deklaruan se ky propozim i ortografisë, që ishte propozimi i parë kolektiv, nuk po pranohet. Edhe pse u drejtoi nga studiues serioz siç ishte Gjergj Pikmezi, por edhe nga intelektualët siç ishte Lojzh Grakuqi, që ishte edhe luftëtar, por edhe ishte edhe intelektual. Kështu që kjo fazë tashmë kur ne po flasim, këtu tash janë disa revista të cilat botohen, qoftë revista Albania në SBA apo revistat e tjera të cilat bëjnë përpjekje për t'i dhënë një orientim bashkëbiseduesve për të hartuar një ortografi të gjuhës shqipe. Por
nuk u arrit, sepse ishin hapat e parë, ishin sfidat dhe këtu në këtë fazë kur ne flasim kemi dy tipe të teorive. Kemi teoritë e mohimit dhe teoritë e pohimit. Ka studiues të cilët plotësisht janë mohuar kur janë dhënë propozimet, qofshin për teorinë e pohimit apo për teoritë e mohimit. Pra janë dhënë variante të ndryshme, janë dhënë variante që duhet të jetë shqipja e arbrezhve të Italisë, janë dhënë variante që duhet të jetë shqipja apo duhet të jetë shqipja e fulmit të Elbasanit që është dhënë nga Aleksandr Gjovani dhe që është bashkë kundërshtuar nga Selman Riza për arsye që ka menduar që nuk e përfshin gjithë shqipen standarde. Kur është dhënë varianti për të fulmin e arbrezhve të Italisë, kanë menduar që ande Adriatikut është ruajtur shqipja e vjetër, kurse ne këndej Adriatikut është menduar që ne jemi vetëm të asimiluar, se më të vërtet nëse shikohet në këndvështrimin e rezistencës së shoqërisë mbi 500 vite patëm Perëndërinë Osmane dhe ka qenë tepër vështirë të imagjinohet si kemi shpëtuar pa asimiluar. Dhe në këtë arsye është dhënë që ndoshta më mirë është të propozohet të folmi arbrezhve të Italisë në mënyrë që anena është shqipja arkaike, po kjo u kundërshtua. U kundërshtua edhe nga klerikët shkodran, që nuk mund të pranohet. U dhanë variante të ndryshme edhe të folmës kalimtare që është Meslumit Shkumben, ku kemi edhe elemente gege edhe elemente toske. Dhe kështu pra u bën disa propozime, disa variante të ndryshme, dhe variante të ndryshme që pohime të ndryshme që të merret një variant i një shkrimtarit të caktuar që të merret si model. Dhe kështu këto propozime të cilat ishin pohime, ishin frytëdhënëse, për arsye se diçka ishte në qarkullem se po propozohet diçka dhe po bëhet diçka, por çdo gjë ishte variante individuale, po jo dhe kolektive dhe jo shtetërore. Profesor, 20 nëntor 1972, Kongresi i Drejtshkrimit. Cila është rëndësia e këtij kongresi, cilat janë vendimet dhe cila ishte pjesëmarrësja e njerëzve në këtë kongres? Padyshim që deri te lufta e dytë botërore, çdo gjë që është bërë pothuajse me një organizim pjesërisht kolektiv, siç ishte Komisia Letare e Shkodrës, dhe pothuajse gati në gjitha kontributesh individuale. Deri këtu kemi një qasje të punës për cilën ka pasur shumë dashamirës, por nuk kanë pasur mundësi të bëjnë punë kolektive. Pas luftës së dytë botërore, në vitin 1948, bëhet ortografia e parë shqipe, dhe aty propozohen edhe Çabej, Gjovani, Cipo të tjerë, botojnë buletinin dhe i botojnë një platformë ortografike ku i përshkruajnë rregullat e para të mundshme për ta pasur drejtshkrimin. Por tani, pas luftës së dytë botërore, fillojnë të hapen institucione shkencore, hapet Instituti i Albanologjisë, hapen qendra të ndryshme shkencore, hapen revista kolektive, fillojnë të bëhen konsultat e para gjuhësore, fillojnë të bëjnë organizime shkencore, dhe kështu ne shkojmë duke i bërë organizimet të cilat bëjnë punën e shkëlqyeshme për të ardhur deri te drejtshkrimi i Shqipës. Në vitin 1949 vetëm publikohet ortografia e parë, drejtshkrimi i parë, propozimi i parë. Më vonë 53, 54, 57, 58, 64 janë takime, konsulta të ndryshme. Tirana dhe Prishtina kanë organizime tepër serioze. Kulminanti i punës vjen vitin 1967. Në vitin 1967 në Tiranë bëhet ortografia e gjuhës shqipe me 255 rregulla dhe 57 përjashtime. Aty mendohet pikërisht këtë shqipe që kemi sot të standardizuar. U kodua në një formë në Tiranë dhe u dha varianti që të shkohet edhe në Prishtinë të bisedohet në institucione shkencore që tash e kishim në krye që kishim Idris Ajetin në atë kohë. Dhe u diskutuan dhe pothuajse të gjitha ato propozime të cilat ishin propozuar nga studiuesit, grupi studiues që ishte në Tiranë, e dhanë propozimin që të kalohet në Prishtinë. Ndër studiuesit e zellshëm ishin Andreve Kosollari, ishte Mahir Domi, Qem Çabej, edhe sot e kemi të gjallë edhe Emin Lafën që ishte asistent të punëtor ndoshta shkencor. Këta e pronën në Prishtinë projektin e ortografisë dhe në 1968 po i njëjti projekt është kthyer në Tiranë dhe erdhëm te viti 1972, pra me 20 nëntor
është bërë një punë, është nisur faktikisht dëshkimi dhe zgjati 5 ditë. Dhe siç dihet, aty kishim diku dhe 87 delegatë, të cilët morën pjesë nga gjitha trojet shqiptare, kishte edhe nga Kosova, kishte nga diaspora, dhe kështu që përfshirja apo gjithë përfshirja ishte pothuajse nga gjitha trojet shqiptare. Këtu pra u bë hapi i parë më i rëndësishëm pas alfabetit të Shqipës për ta standardizuar gjuhën. Ku qëndron rëndësia e një gjuhë në unifikimin e saj, në standardizimin e saj? Neve nuk na dha rasti për të thënë që kishim disa propozime, a duhet ta kemi gjuhë letrare, a duhet ta kemi gjuhë standarde, apo emërtime të ndryshme në kohë janë diskutuar dhe kanë përmbajtjet e tyre kuptimore dhe më të drejtë janë dhënë variante të ndryshme. Tashmë, kur jemi të pyetja ju që rëndësia e standardizimit të gjuhës e ka peshën tepër të rëndësishme. Pavarësisht sa elementi e morën nga toskrishtia dhe sa e morën nga greqishtja, kombi shqiptar është një komb, ka një gjuhë. Dhe ne kemi fatin e mirë tashmë, sepse në kohën kur ne po jetojmë, kemi mundësi për t'i krahasuar edhe kulturat, edhe gjuhët, edhe shoqëritë e tjera. Kemi popull të tjerë, siç është populli gjerman, për shembull, që ka 12 dialekte me mbi 80 milion banor, dhe ata nuk e kanë problem nëse kanë përzgjedhur njërin prej dialektit të tyre. Apo kemi popullin italian që kanë me 14 dialekte, apo sot e flasim të gjithë anglisht dhe shohim sa variante të gjuhës angleze ka, po ka një standard të anglishtes. Shqipja me këtë fuqinë e vet që ka, me këtë kapacitetin e vet human që përdorimi, konsideroj që ka 2 dialekte vetëm me 9 dialektet e saj dhe përzgjedhja dhe standardizimi i saj është bërë tepër me vend. Është madje tepër me vend. Unë konsideroj që në gjitha rrethona që ka qenë sociopolitike na kanë vonuar për ndryshe, unë mendoj që është bërë tepër mirë që është standardizuar gjuha. Me rastin e standardizimit të gjuhës, rëndësia e saj tash është kjo. Arritëm tash të bën hapat e parë që ne të mendojmë për të pasur edhe universitete, për të pasur edhe shkolla universitare, për të pasur edhe tekste të standardizuara, të cilat do të jenë të unifikuara për gjithë shoqërinë, qofshin para-universitare apo universitare. Të kemi fjalor pasaj të ndryshëm, të gjuhëve të ndryshme, të kemi fjalor shpjegues. Pra, me një fjali, erdhi momenti që kombi shqiptar të kompletohet me dije dhe mbi bazën e standardizimit të gjuhës. Në mungesën e standardizimit të gjuhës, nuk do të kishte pasur mundësi që të zhvillohet arsimi, për arsye se nuk do të kemi mundësi të kemi të hartuar plan programe si duhet, tekste si duhet, fjalor si duhet, dhe normalisht do të kishte zhvilluar jetën ashtu siç kanë zhvilluar para luftës së dytë botërore, ku në Shkodër, klerikët shkodranët kanë përdorur alfabetin kryesisht perëndimor, shkronjën latine, por në mesin e tyre kanë përdorur edhe shkronja slave dhe shtypshkronja të ndryshme kanë përdorur alfabete të ndryshme varësisht nga prurjet dhe qëllimet e tyre. Dhe standardizimi i gjuhës tashmë arriti që dhe revistat, gazetat, komunikimi publik, mediat dhe gjitha të unifikohen, të shkojnë drejt një standardizimit. Dhe unë konsideroj që standardizimi i Shqipës është njëri prej çështjeve më të rëndësishme të kombit shqiptar. I nderuar, tani po na lind edhe një ide tjetër këtu. Kombi ynë po shkollohet, shoqëria jonë po vedisohet dhe po arrim hapat e parë për të kërkuar të drejtën elementare që është liria. Sepse deri me tani nuk është që nuk e kanë ditur që duhet ta kenë lirinë, por liria më tash ndryshe kërkohet në rrugët institucionale, në rrugët akademike, e ndryshe është kërkuar liria në rrugët individuale apo përmes grupeve që kanë botuar revista të ndryshme e që kanë shpërndarë në forma të ndryshme. Prandaj standardizimi i gjuhës ishte i shumanshëm. Populli u vëdisua që kush është? Është popull i lashtë. Gjuha po i shërben tash gjithëve barabartë. Populli po shkollohet, vendi po rritet, po zhvillohet dhe padyshim që shqipja standarde dhe standardizimi i saj, ndoshta nëse hym sot në debat, pjesërisht diku edhe unë do të kam sot në 2025 ndonjë hapësirë për të thënë që mund ta plotësojmë sepse ka zbrastira dhe nuk është tabu i paprekshëm, por kur e shohimi që në cilin hap është bërë ky veprim, unë konsideroj që tepër mirë është bërë për gjuhën, për kulturën dhe për gjithë kombin shqiptar. Nëse i shohim shkrimet nga pas kongresit të drejtshkrimit e deri në vitet 90, pse jo edhe pas vitet 90 ata hekëm këtë aspektin ose anën politike. Kanë qenë shkrime, literatura
e unifikuar. Një shqiptar në jug të Shqipërisë, edhe në veri, po ashtu edhe në pjesën më perëndimore apo më veriore të Kosovës, po ashtu edhe në territoret e tjera shqiptare, lexon lehshëm, shkruan lehshëm, komunikon lehshëm në të gjitha tekstet e cilat shkruan në standard. Po ashtu ka pasur zëra më pas viteve 90 ka ndalë ta zëra që ky kongres ka qenë i diktuar nga Enver Hoxha, ku qëndron rëndësia dhe e vërteta këtu, cila ka qenë pjesëmarrja dhe so kanë qenë njerëz adekuat në këtë kongres. Për pjesën e parë të mendimit falenderoj shumë se ashtu është. Me të vërtet, shoqëria kudo, qoftë në jug apo në veri, në diaspora apo në botë, erdhi koha që ata ta kanë gjuhën e vet dhe të dinë cila është gjuha tyre. Ta kanë një adresë, të dinë cilat janë shkronjat e tyre, cila është gjuha tyre, cila është teksti tyre, cila është revista tyre, cilat janë përfaqësuesit që e standardizuan gjuhën. Dhe të falenderoj për këtë mendim se me të vërtet është ashtu. Janë momente tepër të rëndësishme të shoqërisë, tepër emocionale, sepse me të vërtet populli më i vjetë evropian po flasën në një periudhë tepër vonë, kur popullit i kanë kryer dhe i kanë bërë edhe akademitë e veta, nuk po flasim më shkollat parauniversitare dhe universitare. Ata kanë arritur me pas revista të ndryshme, me pas institute të ndryshme dhe ne tash po bëjmë hapat e parë mas një periudhë tepër të gjatë. Vërtet u bën një punë tepër e madhe. Por është e vërtet, sepse unë kam si student në atë kohë kam pas bërë një pyetje sikur të ishte Enver Hoxha nga Klina, nga vendi Gajamun, a do të ishte standardi i Klinës. Kam pas zëra që thëshin po, për arsye se fuqia sociopolitike ka qenë e tillë. Por veprimi i Enver Hoxhës, që i ka dhënë hapësirë, i ka dhënë mundësi studiuesve më eminent, të cilët e kanë standardizuar gjuhën, unë konsideroj që ata e kanë pasur frymën e lirë për t'i propozuar elementet përfaqësuese të saj. Sepse në vitin 1967 është bërë një ortografi siç tashmë, por nga Androve Kostollari, Mahir Domi, Krista Cipo, Eqem Çabej, Emin Lafe dhe ka ardhur në Institutin e Albanërisë në Prishtinë. Studiuesit në Prishtinë, të cilët kanë qenë prej Drizajetit, drejtuesit e tjerë, nuk kanë pas presionin politik. Të me thënë këta që kemi qenë në territorin e Kosovës, nuk kemi qenë të ndikuar nga fryma politike e zhvillimeve të kohës së Enver Hoxhës. Kanë qenë krejtësisht të lirë. Nuk e kanë pas këtë presion që të jenë të ndikuar nga ai, por e kanë parë që propozimi është i drejtë. Sistemi emëror dhe sistemi folor i Shqipës që është propozuar të kodifikohet me 67 parashtesa, me 140 sa parashtesa, me gjitha ato paradigma të menduara për dy sistemet në fjalë, janë menduar që e përfaqësojnë gjithë shoqërinë. Tani, a ka pasur ndikim për shteti? Unë mendoj që ka pasur ndikim. Ne nuk mund ta heqemi nga, sepse pa sigurimin e shtetit, pa vendimet e shtetit, ndoshta nuk do të ishte pranuar, por gjithmonë këto gjëra shkojnë paralelisht. Gjërat kombëtare, të cilat siç është gjuha, gjuha është e popullit, nuk është e gjuhëtarëve. Gjuha është e popullit, nuk është e liderit i cili është politik. Pavarësisht që ka pasur gjatësinë e madhe në politik, Enver Hoxha, ai ka shkuar dhe po t'ishte keq gjuha, sigurisht që ne tashmë do të jeshim ata të cilët kishim thënë hajde të bëhemi të ndrojmë. Pyetja është çka do të ndrojmë. Unë po hy pak në detaje profesionale për hir të opinionit, për hir të shikuesve, të cilët do të na dëgjojnë, do të na shohin, do të thonë pse nuk po ndonte një paralele shkencore. Po ka vërejtje. Për shembull, ku jemi tek ndërtimi i fjalëve të përjardhura, atje kanë dhënë diku rreth 67 parashtesa. Dhe unë kam thënë në konferencat të tjera, qofshin akademitë të shkencave në Shqipëri apo në për konferencat të tjera shkencore, kam thënë parashtesa bashk, sipër, lart, anësh, anti, kundër, që janë tek emrat e ku ligjërohen që janë të kodifikuara si të tilla si parashtesa, tani është koha t'i hekim prej fjalëve të përjardha dhe t'i vendosim te grupet e kompozitave. Nuk e dëmtojmë sistemin, nuk e dëmtojmë Shqipën standarde, nuk e dëmtojmë standardizimin e gjuhës, nuk i bëjmë dëm drejtshkrimit asgjë, vetëm i ndajmë prej grupit të fjalëve të përjardha në grupin e kompozitave. A ka hapësirë për të bërë punë të mrekullueshme për ta pasuruar gjuhën?
kombi shqiptar dhe shoqëria shqiptare nuk duhet të rreshtohet të kjo pjesë për të thënë që çka duhet bëjmë për drejtshkrimin e Shqipës. Unë konsideroj që janë menduar dhe është menduar tepër mirë për shoqërinë shqiptare. Tani, çka kemi ne për të bërë para vetes? A ka kohë kombi dhe shoqëria jonë që të rikthehet për të menduar çka ka ndodhur në 72-ën dhe cila gjuhë duhet të ndodhë më tutje? Unë mendoj që jo. Inteligjenca artificiale, zhvillimi i jetës që është duke ndodhur nëpër botë, gjuhët e vogla, popullet e vogël, flegjel, të cilët nuk kanë fuqi ekonomike, janë duke u përballuar me pruje tepër të mëdha të fjalëve dhe të strukturave të gjuhëve të tyre. Ne tashmë nuk kemi kohë të vetë numërojmë, për arsye se po vjen momenti ku na deshtëm apo nuk deshtëm, duhet të pranojmë fjalët e huaja, duhet të pranojmë ndoshta edhe ndikimet sintaksore që do të na vinë. Dikur e kishim ne në Kosovë ndikimet nga gjuhë slave, kryesisht nga serbokratistja, tani kemi ndikimet e gjuhëve moderne, siç është anglishtja, italishta, gjermanishta, kështu me radhë, dhe unë mendoj që ne tashmë duhet të shkojmë drejt digitalizimit të gjuhës, drejt një gjuhë të cilët do të shërbejë secilit qytetar kudo që është dhe ajo që po ndodh. Dhe në viteve të fundit janë ka ndodhin këto gjëra, po janë ka ndodhin me hapa pak më të ngadalshëm dhe unë shpresoj dhe besoj që gjithë studiuesit duhet të kontribuojnë në pasurimin e gjuhës dhe në përdorimin digital të saj. Për arsye se dikur një fjalor shpjeguese kishte me 80.000 fjalë dhe për ta gjetur një fjalë, për ta konsultuar sa kuptime kishte ajo fjalë, ajo neve na ka marrë shumë kohë për ta gjetur. Sot e kemi fjalorin digital, elektronik që ka botu Qendra për Edukim dhe Përparim në Kosovë dhe ka 100.000 fjalë. Për mbi 60.000 fjalë ka pasuruar kjo qendër që shumë pak flitet për këtë qendër dhe shumë pak bisedohet dhe shumë pak nderohet, që unë konsideroj që duhet ta nderon edhe Prishtina, edhe Shkupi, edhe Tirana zyrtare, sepse fjalori është në përdorim. Ata kanë bërë një punë tepër të mrekullueshme, jo vetëm fjalorin, unë nuk jam sot për ta promovuar punën e tyre, po flas për gjuhën. Dhe tashmë i ka dhënë hapësirë çdo qytetarit, kudo që është në botë, ata mund ta verifikojnë kodin gjuhësor të saj. Madje kanë bërë edhe hapa më përparimtar. Kanë bërë morfologjinë digjitale, po bëjnë përpjekje me bërë sintaksin digjitale, kanë bërë korrektimin gjuhësor, shumë çështje të tjera që për mendimin tim edhe Tirana, edhe Prishtina, edhe Shkupi duhet të mendojmë tash si duhet ta pasurojmë gjuhën. Në rast që gjuha angleze ka mbi gjysmë milioni fjalë, pse ne me gjuhën shqipe nuk tentojmë ta pasurojmë me gjitha ato fjalë të cilat i përdorimi dhe nëse nuk e rrezikojmë paradigmën gjuhësore të saj, pse nuk do ta përdorimi. Sa i përket drejtshkrimit ku jemi, sa i përket kodit gjuhësor që jemi sot, sa i përket datës së 29 nëntorit që është tepër e rëndësishme për të biseduar, kjo duhet të diskutohet, këto çështje duhet të fliten, por drejtshkrimi i gjuhës shqipe është kushtetuta e kombit shqiptar. Kushtetuta e shtetit si duhet të funksionon një shtet juridik, kurse sa i përket përdorimit të gjuhës dhe respektimit të rregullave është drejtshkrimi i Shqipës. Janë rregulla të përcaktuara. Ka raste, ka rregulla të cilat duhet t'i përjashtojmë. Ka raste, ka rregulla që në gegrishte është të dëmtuar. Kemi elemente të tilla të cilat vërtet jemi të dëmtuar, por tashmë jo gjithmonë vendimet kolektive e shtetërore jo gjithmonë merren të barabarta për gjithë shoqërinë. Dikujt do t'i bjen më mirë e dikujt ndoshta jo, por e rëndësishme është që gjuha është në përdorim për gjithë territorin shqiptar. Këtu profesor deshta të ndalem edhe pak tek Kongresi i Drejtshkrimit edhe roli i tij. Ka zëra të cilët thuan që pjesë e dërmuese e fjalëve, leksikut është pjesë e të skrishtes. Por e përmendet edhe rrugtimin derisa te ardha e vitit 1972 përkatëse është 20 nëntorit, që janë bën përpjekje dhe ka pas mendime të ndryshme dhe anime të ndryshme si të gjinden. A është më e mirë kjo gjuhë që është standardizuar dhe është zyrtarizuar si gjuhë e kombit shqiptar, apo të hyshim në rrugtimin e kërkesës të një gjuhë të përbashkë të gjitha anëve e mos konsenzusit asnjëherë. Nëse më lënë të pjesa e parë e bisedës kur thuhet që ka fjalori më shumë fjalë të toskrishtes se të gegrishtes, unë konsideroj që këto duhet ta shtojmë një kujdes, sepse kanë të drejtë të flasin secili, por i lutem nëse përdorim fjalën libër, shkollë, nxënës, fëmijë,
arsimtar, televizion e tjera, si në jug si në veri e keni njësoj. Dhe ne nuk mund ta përvecojmë që është fjalë e toska apo fjalë greke. Po është e vërtetë se në Shqipëri ka fjalë të cilat janë nga italishtja, kurse nga ne kemi më shumë nga anglishtja, të cilat janë të kohës së fundit, që përdoren në variante të ndryshme, dhe ato unë kam propozuar dhe studiuesit e tjerë po propozojnë çdo ditë që duhet i standardizojmë. Duhet ta standardizojmë me gjuhën e administratës, duhet ta standardizojmë me gjuhën juridike, duhet ta standardizojmë gjuhën ekonomike, duhet i standardizojmë këto, të unifikojmë në një fjalë. Kemi hapësirë dhe nuk a i thojmë kancelar apo i thojmë sekretar nuk do të jetë problem cilin do ta vendosemi. Në Shqipëri e kemi kancelar, në tek ne kemi sekretar dhe këto janë çështje të kohës të cilat ka plot homonime të ndryshme, fjalë të ndryshme me kuptime të njëjta që gjuha shqipe është tepër e pasur me këto. Ka munguar të ulen në tavolinë studiuesit bashkë me profesionistat, të cilët thonë po termi më i mirë është të përdoret sekretar ose kancelar. Por kur flasim për cilën gjuhë tashmë më mirë do ta kishim të standardizuar. Dikur është propozuar që të jetë gjuha për pjesën e territorit të TOS të jetë kryesisht për prozën të shkruhet toskrisht, kurse për poezinë të shkruhet në gegrisht, dhe tash pyetja shtrohet pse janë menduar kështu të bën dy variante të ndryshme, për arsye se ndryshe kur është shkruar në roman, novela apo tregim, të shkruash në toskrisht tingëllon më bukur, po kemi pas edhe kulturën në veri kur poezit për shembull të Fishtes i merr e lexon, kanë muzikalitet, kanë frym, kanë shpirt të shoqërisë shqiptare që përshkruan kulturën, vujtjet e tjera, por askush nuk e ka ndaluar dhe nuk e ndalon poetin, shkrimtarin të shkruajnë cilin do variant. E kanë edhe sot frymen e lirë, sepse nuk ka kufizime. Por kur është përdorimi i shqipes standarde, si në shkollë, në institucione, televizion, në media, në komunikime zyrtare të tjera, duhet të përdoret shqipja standarde. Prandaj, për mendimin tim, standardizimi i shqipes dha një pasqyrë tepër të rëndësishme për kombin dhe për shoqërinë. Madje i hapi për herë të parë dyrët që populli ynë duhet të mendojë jo vetëm për çlirimin e Kosovës, por duhet të mendojë edhe për shqiptarët, për fatin e tyre në Preshevë, Bujanos dhe Medvegjë. Ne po përmendëm vetëm këtë territor, këto tri qytete, por shqiptarët kanë qenë në matutje, të cilët janë krejtësisht të asimiluar. Dhe siç thash edhe në fillim të bisedës, po edhe fatin e shqiptarëve në Maqedoni, për cilën e respektojnë të njëjtën shqipe standarde, për fatin e shqiptarëve dhe përdorimin e saj në Maltezi, dhe çka po ndodh me mbi 600 fshatra në Qeverit, të cilët krejtësisht janë shqiptarë, po që janë të asimiluar. Prandaj kombi ynë nuk ka kohë të humbë për të thënë që çka duhet të bëjmë, çka duhet të ndryshojmë, çka duhet të bëjmë që është në interesin e shoqërisë, sikurqë të ishin të drejtat e plota të shqiptarëve kudo të përdorin gjuhën e tyre pa ndonjë problem, unë do të kisha thënë që më të vërtet kemi kohë dhe kemi luksin për të bërë këto ndryshime. Unë mendoj që shqipja standarde me formën që është, me strukturën që ka, me kodin e vet që ka gjuhësor, tashmë për fat të mirë gjithandej kudo në vend dhe jashtë saj është e pranuar. Dhe për fat të mirë pothuajse është edhe e rafshuar. Sot shko lirshëm në një shkollë, në një fshat kudo, në veri, në jug, kudo, do ta dëgjosh të njëjtat komunikime që i kemi dhe nuk ka problem për të kuptuar në mesvete. Apo je në Maqedoni apo je në Preshevë, kudo. Sfidat e gjuhës krijohen në rast që ne si popull dhe si shoqëri nuk bëjmë hapa të kohës. Tani për shembull digitalizimi që thash më përpara, këtu nuk mund t'i anashkalojmë që nuk ka më qenë sfida për studiuesit. Se do të vinë fjalë të reja, a i pranojmë apo nuk i pranojmë, kjo do të jetë një çështje tjetër. Para se dalim te digitalizimi për fund, para kësaj kemi posër zëra dhe kemi zëra. Kritik ndaj gjuhës standarde, më shumë se sa zëra ndaj institucioneve se si të forcohet, si të zhvillohet dhe të mbrohet gjuha standarde. Pse po ndodh kjo? Në Kosovë ka kogja shumë studiues serioz, kur them kështu, sot nuk po i them emrat e tyre, për cilët vazhdimisht kanë dhënë ata vetë mendime publike që duhet bëhet diçka. Para disa viteve ishte një takim ndër akademik është quajtur dhe bën propozim që të bëjnë diçka në plotësim ndryshimin e standardit të shqipes, por nuk patën sukses për arsye se zërat nuk ishin
profesional të menduar mirë se ku e kemi fatin e shoqërisë. Çdo studiues e gëzon të drejtën për të thënë që pse të mos a kemi kërkoj falje para publikut që duhet ta përdorin një term të gabuar. Pse mos ta kemi një gjuhë kosovarçe. I lutem. Unë nuk di ku figuron, ku argumentohet kjo, edhe qysh e gjojnë guximin studiuesit me thonë Kosova do të me pas gjuhën e kosovarëve. Jo, i lutem, kjo nuk është në rregull. Kjo nuk i shërben kombit, kjo nuk i shërben lirisë së vendit, kjo nuk i shërben zhvillimit të gjuhës, një gjuhë, një kom, një shtet. Prandaj çdo studiues e gëzon të drejtën për të thënë që duhet ta kemi ne në Kosovë një gjuhë, sepse është liria e të shprehjet, është liri. Unë nuk them që duhet të kufizohemi, por unë mendoj, sa kam të drejtë, kjo le ta vlerëson vetë qytetari. Unë mendoj që gjuhën shqipe duhet ta ruajmë, duhet ta kultivojmë, duhet ta zhvillojmë. Pastaj, ata të cilët kanë mendime ndryshe, që mendojnë që gjuha shqipe është duke u varfëruar, gjuha shqipe është goditur, aq ka hapësirë për të kontribuar dhe për të shërbyer gjuhës shqipe sa nuk mund ta merrem me mend. Në qoftë se burojnë këto informata prej Akademisë së Shkencës së Kosovës, apo prej institucioneve shkencore, unë do t'i them publikisht, i lutem, hyni në projekte akademike sepse ka shumë fushat e patrajtuara, ka shumë vende të cilët po presin dorën e shtetit të Kosovës dhe të institucioneve të Kosovës kudo që janë. Ne sot kemi shumë shqiptarë në Madrid, në Bullgari, të gjitha asimiluar. Ne kemi në Zar, ne kemi në Turqi, ne kemi gjithandej. Ata janë asimiluar për arsye se në vendin ku jetojnë kanë qenë të detyruar ta zhvillojnë gjuhën, kulturën e atij vendit. Tani ka ardhur koha e Prishtinës, Tiranës, e Shkupit zyrtar të mendojnë që shqipja standarde duhet të zhvillohet. Gjithë përsëri po them, ata që kanë mendim kritik që gjuha shqipe në Kosovë nuk duhet të jetë kjo që është, unë konsideroj që me kalimin e kohës edhe ata vetë do ta kuptojnë që e kanë pozicionimin e gabuar. Kur e them këtë, po ju afroj 2-3 fakte. Përsëri po ju afroj 2-3 fakte. Shoqëria shqiptare dhe kombi shqiptar, dy momentet më të mëdha që ka të vetë dhe ka Kongresin e Manastirit dhe Kongresin e Dëshkimit në Tiranë. Këto dyja janë momente historike. Në këto dyja mund të prekemi, po duhet ta shtojmë kujdesin se çka duhet të prekemi. Për studiuesit profesional, nëse mendojmë ne të i hekemi, po supozoj 5 rasa të shqipes, nëse mendojmë ta ekonomizojnë gjuhën, ta bëjna me një rast, për shembull. Çka do të ndodhë me shqipen? Çka do të ndodhë me rasën gjinore, me rasën dhanore, me rasën kallëzore dhe me rasën rrjedhore? Çka do të ndodhë me përcaktuarin, me kundërinorin, çka do të ndodhë me kundërinë e drejtë dhe me kundërinë e vërtetë? Me çka do ta shprehemi ne? Janë mbaresat të veçanta që e përcaktojnë gjuhën. Pse shqipja shtrohet pyetje quhet gjuhë sintetike analitike? Pikërisht për këto. Edhe në fillim të bisedës e thash, kush na shpëtoi neve si këmbë? Cila mbretëri? Jo, na shpëtoi gjuha. Tani, në kohën moderne, ne kemi të drejtë të themi që duhet ta kemi një gjuhë kosovare. Nëse ka kritika të tilla, të cilat unë personalisht mendoj që kushdo që thot këtë variant e ka të gabuar. Shqipja standarde, e cilën e kemi sot, qofshin në tekstet universitare, apo të parauniversitare, në media, kudo, shumë pak ka sfida që nuk mund të përdoret dhe nuk mund të komunikohet. Unë nuk kam takuar në një vend, dikun, kur kam shkuar gjithandej vendit tonë, që kam pasur vështirësi për ta kuptuar në shqipen standarde. Sot, pothuajse, për fat të mirë, nuk ka vend, nuk ka territor të trojeve tona që nuk kanë shkolla, që nuk kanë tekste, që nuk zhvillohet mësimi, dhe fati shtesë i mirë është që pothuaj gati secila familje ka intelektual të ngritur dhe kuptojnë çka do të thotë rujtja dhe zhvillimi i gjuhës standarde. Profesor, për fund, aspekti apo 53 vite pas, jo vetëm shoqëria shqiptare, por gjitha shoqëritë janë në një dinamizëm të fuqishëm teknologjisë. Nëse shumë është e dyarshme, në dy faqe. Njëra në anë është lehtësimi i komunikimit, bardhja e gjuhës, anë kënd botës, po flasëm anë kënd viseve shqiptare, po tani mund është të komunikojnë të bardhë këtë gjuhë përmes rrjeteve sociale, por është edhe depërtimi e përmendet edhe i numri madh i fjalëve, i temave që depërtojnë në gjuhët. Sa mund të përballojnë gjuha shqipe dhe sa mund të jemi ne si institucione
të përgatitur në përvetësimin dhe standardizimin e fjalëve që vinë me një zhvillim të hofshëm teknologjik. Po, këtë pjesë e thasha më përpara, këtu kërkohet koncentrimi ynë. Shqipja dhe struktura e saj gjuhësore, për fat të mirë, ka dëshmuar edhe fjalë që kanë ardhur nga greqishtja, nga latinishtja, nga gjuhë slave, nga gjuhët orientale. Nuk është risi prurit e reja për Shqipen. Ashtu sikur gjitha gjuhët e tjera në botë nuk janë të pastra etnikisht, edhe Shqipja nuk është krejt e pastër me fjalët e veta. Në kohën moderne ku ne po jetojmë, tani kemi prurje pak më të shpejta, të cilat po vinë me zhvillimin teknologjik. Rrjetet sociale kanë një ndikim tepër të madh. Komunikimet janë të shpejta, po janë të varfëra. Sot fjalën Facebook gjithë e përdorim. E përdorimi në gjuhën angleze si kompozit face, fytyrë dhe buk libër. Qosja më të drejtë në shkrimet e tij e shqipëran e bën Facebook. Unë mendoj, çdo fjalë e huaja që hyn në sistemin e Shqipës, që nuk i rrezikon paradigmat gjuhësore të saj, ne duhet t'i pranojmë. Për arsye se në një formë tjetër ne jemi të obliguar, në të kundërtën duhet t'i emërtojmë. Nuk kemi si ta emërtojmë fjalën Facebook apo emërtimet të tjera po supozoj digjitale të një pjesë apo një pajisje për cilën e shërbemi. Tani këtu kërkohet një qasje më serioze e studiozëve. Ka raste ku nuk e kemi të lehtë për ta pranuar. Për shembull, kemi fjalën bachelor, që kemi të studimeve themelore. Dikun rreth vitit 2004-2005 është folur që Kosova, shqiptarët po tentojnë të hyjnë në Universitetin e Bulonës të bëjnë kartë e Bashkimit Evropian. Dhe hajde të bëjmë tash studimet bachelor. Fjalën bachelor po e marrëm në origjinal me CH, me backgroundin CH. Shqipja nuk e ka këtë background CH. Çka duhet të bëjmë ne? Duhet ta shqipërojmë, ta përdorim me q afrikat që i përdorim ne, apo siç i përdorim në zhargonin popullor që i fort. Dhe tani na krijohet një sfidë dy të radhës. Si duhet t'i përdorim tash në përdorim zyrtar? A duhet ta përdorim me CH, origjinalin apo duhet ta përdorim afrikatin? Nëse përdorim origjinalin, i përshtatemi gjuhës angleze dhe terminologjisë ndërkombëtare, por nuk e ka background i Shqipës. Tani këtu jemi në këtë sfidë për cilën unë konsideroj që kur është kërkuar varianti si duhet të përdoret, kur e kemi rastin për në gjuhën angleze përdorim në origjinal me bachelor, kur e përdorim në gjuhën shqipe përdorim me q afrikat. Dhe kjo tash neve në shikim të parë na ka kriju probleme, na ka kriju dy probleme të para. E para, kuptimësia nuk është bachelor i studimeve themelore, që kuptim ka në krahasim me zëvendësimin e grupit të fjalëve studime themelore. Në këtë rrafsh janë tashmë edhe në aspektin akademik, edhe në aspektin social, edhe në fushën e inteligjencës artificiale në gjitha drejtimet ka prurje të reja. Unë nuk e shoh problem në qoftë se vinë fjalët e huaja dhe ne do të jemi si shoqëri rrezikuar. Jo, sepse ne kemi sistemin emëror dhe sistemin folor tepër të sofistikuar, domethënë krejt është në rregull. Çdo gjë duhet të merr format e veta. Në të kundërtën, nëse është emër, nuk do të lakohet në 5 rastet e veta nëse nuk i përshtatet paradigmë, por nëse përshtatet si e pranon folësi, atë tingëllon bukur. Nëse kemi folje në gjitha sistemin folor, në gjitha menyrat, a do të zgjedhohet, dhe si do të zgjedhohet? A do t'i merr ato mbaresa, ato pjesat lishëm apo jo? Prandaj shqipja e pranon si fjalë, po kodi gjuhësor nuk e pranon lishëm si fjalë. Duhet kohë për t'u përshtatur, për t'u unifikuar sistemin gjuhësor. Prandaj, për mendimin tim, kur flasim për shqipen standarde, gjithmonë duhet ta shtojmë një kujdes, sepse shqipja standarde padyshimisht edhe mbetet kushtetuta më e mirë që i ka ndodhur ndonjëherë kombit shqiptar. Profesor, faleminderit për kohën dhe opinionin e dhënë. Juve shumë faleminderit për kohën që keni menduar dhe me të vërtetë përzemërsisht po i them edhe në fund të kësaj bisede ju jam i njohur se kur flasim për gjuhën shqipe, kur flasim për këto tema të cilat i prekin gjithë shoqërinë, gjithandaj kombit shqiptar, më të vërtetë janë tepër me interes. Shqipja nuk i ka vetëm këto sfida në territoret tona ku po flasim edhe zhvillojmë bisedën, por këto sfida i ka edhe në diasporë dhe gjithandaj tashmë kur e marrim një përgjegjësi profesionale si shoqëri, e kemi një obligim shtesë për të thënë që gjuhën shqipe
duhet t'ja ofrojmë atyre shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë e kështu me radhë, sepse ata presin nga ne dhe ne jemi të obliguar që t'i ofrojmë mendimet tona, qofshin përmes teksteve, qofshin përmes programeve të ndryshme, qofshin përmes aktiviteteve kulturore, sepse më të vërtet në një formë edhe bazën kryesore ne e kemi pikërisht nga Bukureshti, nga Stambolli, nga qendrat e tjera. Edhe një herë faleminderit shumë dhe uroj që të vim gjithmonë për të mirë dhe gëzime. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.